thelbi është ky. Protesta u nis nga mungesa e transparencës nga ana e qeverisë. Dhe kanë shumë drejt ata, edhe pse projekti duhet zhvilluar dhe ekonomia dhe turizmi, kanë të drejt njerëzit të kenë transparencë. Tani siç kanë të drejt ata të kenë transparencë nga qeveria, po ne, a kemi të drejt të kemi transparencë kush janë organizatorët që shkruajnë pikat dhe kush janë ata që pritet ta vinë dhe të na drejtojnë? Apo ne do të shkojmë pas Beriaj? A je pro protestës që do transparencë? A je pro protestës ti që do transparencë? Si po kërkon ti transparencë kur ti thua që aty marrin bani një standard apo jo? Po jo bravo, ky është standardi. Nëse ti je pro kërkesave të protestës, ti mund të bëhesh pjesë aty dhe do ta gjesh transparencën. Në qoftë se ti anapërkon protestën, çfarë transparencë do të bësh? Jam një sekond për zotëri. Unë jam pro atyre pikave, o e bon, por unë, kur mendoj që në vend të Ramës mund të vi dikush që i thot SBA-ve organizat kriminale, unë them do të hajë Edi Rama se Liberisha më. Kjo është tallësh me protestuesit. Kaq të ka më debat. Albin Kurti dhe Can Tiran thonë Amerika e din vetë ne jemi sovran. Unë s'jam sovranist, vlla. S'ma mban mua pa Amerikën, nuk jam ashtrim. Ka që vlla tani. Si them do të